Situata doli jashtë kontrollit. Dolce nuk e përmbajti më veten dhe shpërtheu ndaj Ludos me një forcë që tronditi gjithë ambientin. Nuk ishte më debat, ishte përplasje ball për ball, pa dorashka, pa kthim pas, kapu me burra. I tha drejtë në sy, me zë të ngritur dhe nerv që i dilte nga çdo fjalë. Ke ngel gjithë ditën tu u ngatëru me femra. Jo tatuazhi këtu, jo tatuazhi atje. As ke gjë tjetër me u marr? Dolce ishte e mbushur plot. Ishte e lodhur nga gjykimet, nga komentet e ulta, nga vëmendja e tepruar ndaj trupit të grave. Ai tatuazh është bërë në një vend të veçantë, vazhdoi ajo, pa u dridhur. Nuk është për diskutim, nuk është për spektakël. Nuk është për ty me e komentuar. Pastaj sulmi u bë personal, i drejt për drejt, pa asnjë mëshirë. Ti si je bër vetë? Krejt botox për vete. Ja hodhi pa u menduar 2 herë. E ke mbush fytyrën, e ke ndryshu veten nga kokat e këmbët, e prap ke guxim me fol për të tjerët? Ke probleme me veten, jo me ne. Toni i saj u bë edhe më i ashpër, mos ma shit moralin këtu, i tha. Se ti je i pari që gjykon, i pari që thëmbon, i pari që fut hundët kus të takon. Goditja finale ishte ajo që e rëndoi më shumë situatën. Ke qenë i mirë kur hyre, tha Dolce, me shgënjim të thellë. Të respektonim. Kishe tjetër fytyrë. Po tani e nxore kokën. Tani po tregon kush je vërtet. Në ato fjalë kishte nerv, por edhe zhgënjim. Zhgënjim nga dikush që, sipas saj, u transformua nga loja, nga egoja, nga nevoja për vëmendje. Nuk ishte më ai që kishte hyrë në shtëpi, debati nuk kishte më kthim. Ajri u rëndua. Fjalët ranë si grushta. Askush nuk ndërhyri menjëherë, sepse gjithçka ndodhi shpejt dhe fort. Dolce nuk po fliste për një tatuazh. Po fliste për respektin, për kufit, për faktin që askush nuk ka të drejtë të ulë tjetrin për të dalë vetë mbi ujë. Ky shpërthim tregoi se tensionet kishin kohë që ishin grumbulluar. Dhe kur durimi mbaron, fjalët nuk peshohen më, ato thjesht dalin në atë moment. Nuk kishte fitues, kishte